është pjekur ashtu siç duket, ka marrë një ngjyrë të kuqëremët dhe vjen një aromë fantastike. Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 3 kokra vezë, na duhet krip, 100 ml qumësht, 200 ml kos, 400 g gjizë, 100 g miell, 80 ml vaj lule dielli, një pluhur përpjekje dhe fara susami. Gjë e parë që do bëjmë është vezët, do t'i rajmë mirë me njëra tjetrën, edhe do t'i shtojmë qumshtin. Ky është një byrek për dembele, i them unë, ose një byrek modern, pasi nuk hap petë edhe është ideal tani për stinën e verës, sa është nuk ju mundon, as nuk ju merr shumë kohë. Përgatitet shpejt edhe bëhet shumë i shijshëm. Pasi kemi përzier mirë vezët me qumshin, do t'i shtojmë edhe kosin. Vazhdojmë i përzijmë me njëra tjetrën. Pasi kemi hedhur kosin, do shtojmë edhe vajin. Dhe do vazhdojmë sërish që t'i përzijmë. Do shtojmë pluhurin përpjekje. Hodha fillimisht pluhurin përpjekje në mënyrë që të aktivizohet. Edhe tashmë ka ardhur momenti që t'i hedhim edhe miellin. E hedhur pak nga pak e duke e përzier. Shtojmë sërish miell. Hedhim edhe pjesën e mbetur të miellit. Pasi e kemi përzier mirë, gjë e fundit që do hedhim është do hedhim pak krip. Pasi e kemi përzier mirë, kemi këtë konsistencë. Mbrumin e kemi gati. Kam marrë tavën ku do pjekim byrekun. Dhe e lyem me pak vaj lule dielli. Do hedhim vetëm gjysmën e masës së përgatitur. Kështu siç e kemi, do ta fusim që të pishet në temperaturë prej 200 gradë për rreth 10 minuta. Pasi e kemi pjekur shtresën e parë, siç mund ta shikoni, mjafton edhe të mpikset, nuk ka nevojë që të pishet shumë. Megjithëse është pjekur, tashmë do t'i hedhim shtresën e gjizës. Ju në fakt mund ta bëni me çfarë të dëshironi, po mua në këtë periudhë më pëlqen me gjizë. Me kujdes mos ngjiteni, mund ta kisha përzier me pak kos në fakt gjizën për ta hapur më kollaj, po preferova që t'ja hedh kështu. Gjiza ka krip edhe e kam marrë gjizë me krip, nuk do t'i hedh më krip. Kaq po jes, se këtu kisha 420 gram në fakt, 400 gram është nëse mjaftueshëm. Tashmë ka ardhur momenti që t'i hedhim edhe shtresën e sipërme, po e përzijem një herë duke qenë se e lam për pak minuta dhe i hedhim sipër të gjithë masës. Tash i besoj e kuptoni pse unë e quaj byrek për dembele, se siç e patë edhe vetë nuk ju mundon, ju merr pak kohë dhe bëhet shumë i shijshëm. Gjë e fundit që do bëjmë është do hedhim edhe farat e susamit. Ju e dini që unë i kam shumë qef. Kjo është opsionale, në momentin që nuk ju ndodhen apo nuk ju pëlqen, mos ja hidhni, nuk ka problem. Kurse unë ja hedh pak me tepri edhe me shumicë se më pëlqen shumë.
Tashmë byrekun e kemi gati, do ta fusim sërish në furrë të piqet në temperaturë prej 200 gradë për rreth 15-20 minuta. Ja dhe byrekun tonë e kemi gati, unë mezi po pres të ftohet pak, ta servir edhe ta shijoj. Jam e sigurt që edhe juve ka për t'ju pëlqyer shumë. Së bashku do shihemi në recetën e radhës, na bëft mirë.